Qarku i Tiranës është kthyer sërish në qendrën e tensioneve elektorale pas përditësimit të fundit të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili ka vendosur në pikpyetje ndarjen përfundimtare të mandateve. Më konkretisht, një mandat në këtë qark që është bërë objekt rivaliteti të drejtë për drejtë mes Partisë Demokratike dhe Partisë së Re Opozitare. Mundësia diferenca mes dy subjekteve është aq e vogël sa që çdo votë mbetet vendimtare. Në llogaritjen e parë, Partia Demokratike duke se siguron me lehtësi mandatin e 13 në qark, por pas numërimit të detajuar dhe aplikimit të formulës së shpërndarjes së mandateve, rezultati ka hyrë në kufi të barazimit me Partinë Mundësia, që po fiton terren në mënyrë të papiritur. Kjo forcë re politike, e lindur si një alternativë kundër establishmentit, ka befasuar me mbështetjen e marrë në kryeqytet, ku ka përfituar ndjeshëm nga pakënaqësia një pjesë të elektoratit të djathtë dhe aty gri. Zyrtarët nga dy kampet politike pranojnë se situata është shumë e ndjeshme. Burimet nga KQZ-ja thonë se për llogaritjet e fundit tregojnë një diferencë që le hapur për rishikime, ndërsa nuk përjashtohet as mundësia e apelimit në rast se rezultati përfundimtar e vendos mandatin në diferencë votash minimale. Në këtë klim tensioni politik, Tirana jo vetëm që mbetet epiqendra e rivalitetit elektoral, por shfaq qartë dhe fragmentimin e rikonfigurimit e spektrit opozitar në vend, ku partitë e reja po sfidojnë seriozisht struktura tradicionale të politikës shqiptare. Ky proces për Tiranën pritet të zgjasë 10 ditë, ndërsa më pas do të vijohet me numërimin e qarkun e Fierit me 587 kuti dhe në fund me 360 kuti në qarkun e Durrësit, 85 prej të cilave janë të diasporës.